Velipoja edhe këtë sezon veror po pret turistë shumë të kryesisht shqiptar të Kosovës, ndërsa pritshmëritë janë më të larta për vijshmërinë e tij. Velipoja duket se po plotson ofertën turistike fal natyrës, por edhe shërbimit cilësor që ofron dhe çmimeve të arsyeshme. Pushuesit e pranojnë se çmimet kanë pësuar një rritje të lehtë, por plazhi i Velipojës mbetet më i preferuari. Mirë, nuk ka keq. Në krahasim me rroga pak, çmimet e larta veç sipas inflacionit apet mirë. Pak ka rritje. Ku për shemb? Te ushqimi. Te ushqimi të banimit pak. Edhe te banimit tash që shpëgjojnë terrenin. Njerëz që shpëgjojnë. Veç mirë. Përbërës çmimet nuk janë kur lirë, sepse për popullin është normale që i donë ca më të lira, por të arsyeshme janë, sepse edhe ai që punon do të fitojnë diçka. Shërbimi është i mirë. Jena të kënaqur. Po çmimet duken të arsyeshme, plazhi është i mirë, ujiti është i pastër. Vini shpesh? Vit për vit. Për bizneset ky sezon ka nisur mirë, por njerëz kanë ndikuar disi në xhiron e tyre ditore. Ka filluar mirë, po tash do shohim në vazhdim. Tash njëherë për njëherë, qershori është i mirë. Ka njerëz, ka punë. Problemi është e pak me punën e eurës me lek, ka ra shumë euroja. Kjo është na bën pak problem, po përgjithësi është e mirë. Velipoja mbetet një ndër plazhet më të preferuara në veri të vendit. Uji i pastër dhe rëra kurative e bëjnë Bregdetin e Velipojës të preferuarin e pushuesve.